gjyre është, me çan gjyre është vesh mirë dhe mundon t'ja sjell bisedën, se me atë ai e ka këtë gjë me mua që i bën këtë shakat, nuk ka as merak as, siç e kam edhe unë. Ko është mirë? Po, se pret më fare. Jo, mos i bën nga. Ja kam thënë një herë që mos ki kur merak për këto lloj gjëra, është shaka, është kujtjes. Jo, si bën nga ti. Me vramenin për këto lloj jo, për mua është gjëja më natyrshme në botë. Është fan, është hajgore fan. Unë thjesht, domethënë tërë jetën time jam munduar të mësoj mënyra që shikimi të jetë për mua jo dytësor, po 20-sor. Të jetë shumë larg rëndësisë. Edhe fal Zotit edhe luftës që kam bërë vetë, mbi gjitha fal fluturës e me radhë e kam dalë. Besoj që ta bëj këtë gjë, edhe ta ndërtoj jetën time shumë për teksa, kështu për mua është krejt e parëndësishme. Edhe nuk më vën në kur farë sikleti. Edhe po flasim për fyerje me radhë. Flasim për se si e kam ndërtuar personalitetin tim dhe se si i gjykoj gjërat. Edhe ta bëj se s'bën këtë. Nesër jo, se nesër ai i vetëm mund. Stenaldo, rregullo mikrofonin. Je shumë interesant që. Shumë interesant. Po? Unë të kallëzoj çfarë ngjyri kanë. Unë të kallëzoj çfarë ngjyri kanë ata okay, edhe ti tani ajo qëllon. Unë ta bëj Stenaldo, hajt çfarë ngjyre po mendon që është vesh mirë i sosh. Çfarë ngjyre ka xhaketën? Jo, me mirën do ta nisim kështu ne, do të shkojmë mirët aty. Ti të kuqja ai. Ku të kuqja kam bënë. Do të shkojmë mirët aty, do t'i heq syzet unë. Okej. Do t'i afrohemi çka do ta bëj. Plako të them fakt, do ta nxjerrte kjo që bëra sot me këtë maskë, e kupton Si e normal. Ku të shkojmë me ani valla. Si e normal. Po që më pëlqen shumë sportivi valla, shumë atin ja, si normal. Këtu se tregon ndoshta dot, edhe pse njeriu mendon që këtu brenda i shfaq gjitha, po varet edhe çfarë njerëzish ke, varet edhe është edhe stresi, edhe pesha e programit e mërzitë të gjitha, po unë jam super sportiv, por as nuk e vras mendin fare kur. Është edhe ajo që un kam këtë valla, sikurse ti që un nuk i bëj dot gjërat këtu me idenë që po i bëj për lojë. Edhe kur mërzitem e kur prekem, e kam seriozisht. Sikurse kur nuk më vjen me reagu, e kam prap seriozisht valla, nuk e ndjej, e kupton? Nuk e ndjej dhe nuk e bëj. Po nëse fokus ka kjo, kam për të heq. Po çu shavojnë më mirë. Do i heq syze, do i shkoj aty, do i shkoj kështu ngjite dhe i them, dhe hap muhabetin kjo maska që mos marr vesh ai gjë. Do ja nxjerr të shikimin disi punën. Okej. Do i shkoj ngjite dhe i them. Në fakt e them kjo bluja të shkon. Edhe puste bardha që pas ke vesh shkokën. E fortë. Ngeli mirë. Unë në çat moment rri shumë larg, që mos më dyshuaj që mund të kem kalltuar sonaj sa. Po. Ja se shkon mendja këtyre. Vetëm ai Angela, ai është kështu ai. Ai më njerë kam më këshirë mu. Ai është i poshtë, edhe ai Po ai, ju që mund se zvolu që e din ose diçka, ju që e din po që është i mëshëm, po e naniti atu që e përmendum ngjyrën. Se si e përmend ngjyrat, ti the, o plako e kam një ide me ngjyra. Direkt aty. Ç'të mund të më kopej? Këtu ka vetë ai poshtë. Se ai është ai nga këto naniti. Na dëgjoj drejtë. Po dise ai veshin e ko i çat punë, te kompania e mirë çat punë ka me një, se vjen shtikut. Është djalli vetë ai. Ai bën nga këto gjithë ditën atë, nga që i